Presidentja e shtetit Gordana Siljanovska-Dabkova, kryetari i Kuvendit Aprim Gashi, ministra dhe zëvendësministra, kryetar partish politike, kryetar komunash, ambasador, rektor universitetesh, si dhe shumë personalitete nga jeta shoqërore dhe civile, ishin të pranishëm në iftarin tradicional të Bashkisë Fetare Islame. Në fjalën e tij përshëndetse kreu i BPI-s u uroi mirëseardhje mysafirëve dhe agjërim të lehtë e të pranuar, duke theksuar se Ramazani është muaji reflektimi, afrimi dhe përgjegjësie të përbashkët. Ai veçoi rëndësinë e unitetit, tolerancës dhe bashkëjetesës si vlera themelore për stabilitetin dhe perspektivën e vendit. Gëzimi i iftarit merr vlerë të veçantë kur jemi bashkë pranë njëri tjetrit, të lidhur shpirtërisht, të solidarizuar dhe respektues ndaj secilit, pa dallim feje, race, kombi apo vendi. Në tryezën e iftarit forcohen lidhjet njerëzore, mbyllet dashuria, paqja dhe solidariteti, dhe shprehet bujaria përmes veprave të mira. Ati ku ndahet buka, forcohet besimi. Ati ku ndahet fjala e mirë, ndërtohet respekt. Mbrëmja u zhvillua duke reflektuar frymën e respektit, dialogut dhe bashkëpunimit ndërinstitucional. Edhe të pranishmit përmes postimeve në rrjetet sociale kanë përshëndetur organizimin e këtij iftari, ku potencohet se përmes këtyre ngjarjeve dërgohen mesazhe të fuqishme uniteti, respekti dhe solidariteti.